pas një kohë shumë gjatë stresuese, mas një kohë shumë gjatë duke i bërë thirrje zëreshe ta pezulloj, duke i bërë thirrje institucioneve të vendit qeverisë së Republikës Kosovës, që ta gjej mënyrën, metodën ose mekanizmin që t'ulet me zërejen, me biznese dhe ta shty t'jepet një kohë afat, një tranzicion bizneseve që t'pregaditet më së pari tregu më mirë më pas biznesi, kështu që ky vendim ka ardhur në momentin e duhur, më të mirë, të mundshëm, ku e parandalon një dëmtim edhe më të madh të biznesit, një shkurje të poshtë të ekonomisë së vendit, po edhe një dëmtim të qytetarëve të Republikës Kosovës. Kjo është një masë e përkohshme që është vendosur, kuptohet, për daljen në tregun e lirë. Jemi duke folur për një biznes individual, për arsye se mundësitë ligjore kanë qenë të tilla që s'kemi mundur t'i bëjmë për grup biznesesh, 1300. Për shkak se ne si nuk kemi pas të drejtë me bë paditë të tillë. Mundësia vetëm ligjore ka qenë që mbasi që nuk është një vendim, një akt administrativ, por vetëm një njoftim, çdo biznes në mënyrë individuale ta atakoj, dhe në këtë rast përmes avokatit shumë të respektuar, Agron Silvan, që kemi pasur një bashkëpunim shumë të mirë me to, u shtushtru padia dhe sot na ka arrit vendimi, po du me pas parasysh që janë edhe qindra paditë të tjera biznese që i kanë bërë qoftë përmes avokatëve si kompani, po qoftë edhe brenda juristat ose avokatë që i kanë brenda kompanisë së tyre, po kjo është vendimi i parë që na ka arrit. Me siguri do të ketë edhe vendime tjera, po është një hap shumë i rëndësishëm për biznesin dhe një lajm shumë i mirë për biznesin. Shiko, argumentimi jonë gjatë tyre 2 muajve, protestat, shkresat e ndryshme, të gjitha këto e kanë dëshmuar që kanë qenë të drejta me vetë faktin që është vendosur masa e përkohshme. Se masa e përkohshme kur vendoset për mos mu shkaktuar një dëm palës e cila e ka ataku vendimin. Dhe në këtë rast, gjitha ato veprime që i kemi marrë u dëshmuan që kanë dëshmuar që mund të ketë biznesi dëm ose pasoja nga dalja në tregun e lirë, mund të ketë dëm ekonomia e vendit, mund të ketë dëm edhe qytetarët e Republikës së Kosovës, andaj gjykatësi me plot të drejtë ka vendosur dhe ka ndërprej shkurjen edhe më të thellë të dëmit. Tani ne do të vazhdojmë, ne do t'i drejtohemi kryeministrit me një shkresë publike, që do ta keni në posedim edhe ju, do t'i kërkojmë që të kërkojmë nga zëreja që ta shty vendimin të jepet një fazë tranzicionit. Tani jemi pranë një sfide të re mbas luftës Izrael-Iran, ku çmimi i naftës është ngritë, është duke shkuar tutje. Pritet këto 2-3 ditë që të ketë edhe ngritje të çmimit të energjisë elektrike, domethënë po na vjen një krizë jo rajonale evropiane, por një krizë globale, që pak a shumë, siç janë indikacionet e para, do të jetë sikurse kur ka filluar lufta Ukrainë-Rusi. Kështu që ne duhet të jemi të përgatitur, shumë qeveritë e Evropës sot, kur japim këtë intervistë, janë duke përgatitur plane konkrete si me ndihmu ekonominë e vendit, si me ndihmu biznesin që mos mu prek nga inflacioni i ri që pritet me qenë.